Që nga nisja e emisionit? Jemi tek rruga Qerim Muriqi, këtu në qytetin e Pejës, ku në këtë rrugë ankesa kryesore ka qenë për trotuar. Do të thotë kjo rrugë është shumë e gjatë, unë nuk po mundem të lëviz për shkak të valve edhe që mos me pas problem në lidhje direkte, po aq sa mundeni me pa këtu mbrapa meje, do të thotë gjithë rruga është kështu. Si kjo pamje këtu që po e sheni, nuk ka trotuare dhe nuk ka vend ku munden me kalu këmbësor të arta, sa i përket disa ka, diku është i shtruar trotuari, por vlen ceket që janë veturat të shtëpive të cilat i parkojnë aty. Sa i përket problemi tjetër në këtë rrugë është ka mungesë të policëve të shtrirë, sepse në këtë rrugë ka pas edhe aksidente ku kanë godit njerëz me vetura, edhe nuk kanë qytetarët kujdes fare kur vozitin në këtë rrugë, sepse shpejtësin e veturave që e përdorin është maramense dhe shumë e shpejt. Do të thotë, në këtë lagje ka komplekse banesore e shumë shtëpit, nuk janë as 50, nuk janë as 20, por ka shumë qytetare e fëmijë të cilët duhet kalojnë ka kjo rrugë me do e mos. Mungesa kryesore do të thotë është trotuari. Për fat nuk e patëm të nderuarën e cila na ka shkru për këtë rrugë edhe na ka kërku për me ardhë në këtë pjesë të rrugës, sepse fati që du të shkojnë në punë. Po kjo ka qenë një kërkesë kryesore ku dëshiron që të shtrohet me patjetër trotuar për këtë lagje dhe të ketë policë të shtrirë për arsye sepse veturat nuk kanë kontroll fare edhe vozisin shumë shpejt. Edhe qarkullimi i veturave mujtet me pa edhe ju vetë që është i tepërt edhe ka shumë që kalojnë në për këto rrugë, sepse është rrugë kyçe që të lidh për me dasht me shku në Prishtinë, por edhe në qytetin e Pejës. Edhe kjo përveç kësajna unë e artë jam duke pa dhe shumë qenë ndacak prej si kemi ardhë me kamermanin në qytetin e Pejës. Do të thotë pikërisht e kjo lagje ka qenë ndacak të shumë cilët